nuk jam as prokuror, as gjykatës, kjo është një temë që e kam trajtuar, e kam thënë gjykimin tim, gjykimi im është i natyrës politike. Patjetër. Do të thënë, kjo zonja duhet kishte dhënë dorëheqje për të nështruar se gjithë qytetarëve do ishte kursy e gjithë kjo histori. Por unë gjykoj që në të gjithë këtë histori tash mos merremi sigurisht. Si mendojnë njerëzit që kanë një arsye që kanë punuar në një ditë në administratë publike. Kjo i ka bërë, domethënë, gjithë këto historira në kurriz pa e ditë drama ose pa urdhër e drama. Këto punër mikë janë në punë të kryeministrit. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri që 190 milion, 280 milion, gjithë to shifrat që përmend nga ju i jep ka një gru ministre. Kjo është një histori kote edhe atë djetë është qartë kush i ka dhënë. Këto i kanë përdorur që në punësit e vetë, si ato tjerët që janë. Kjo është historia nga, si thush, në gjykimin tim, realiteti. Ta thash politikisht, ato duhet i nështrojnë ligjit, hetimin, një lloj gjithë tjerë. Të njerëz që kanë mundësi me mbrojt veten, kanë avokatët, kanë mundësi t'ja kanë to mediat. Kjo pjesa tjetër pasaj, se që kanë ndodhur, se që prova këto, do shikojmë nesër se të ndodhi me atë komision e mandateve. Nuk është se pres një gjë të madhe, me thënë të drejtën. Pse, nuk keni besim për... Po s'ka besim, sepse parlamentin e kontrollon po Edi Rama këto, çfarë do presim gjë të rene nga kjo punë. Edhe unë kam idenë që kjo punë do vazhdoj si përplasje pastaj midis dy institucioneve, kuptoj, që kjo as i bën mirë shtetit, as e vërteta del në rregull, edhe qeverisja shqiptare do vazhdoj domethënë të vujë gjithnjë më shumë nga këto aktet korruptive, sepse përderisa nuk dënohen njerëz, nuk merren masa ndaj asaj që ka ndodhur përpara, po gjithsesi ne kemi qenë grupi jon politik, kemi qenë gjithnjë në mbrojtje të drejtësisë. Mundet që diku ka qenë më e ashpër se duhet, diku ka shkel rregullat administrative, por kemi qenë gjithnjë në mbrojtje të drejtësisë pavarësisht se çin ka godit. Këtë krahun e majt apo krahun tjetër, se këtu për krahjeri majt i djathtë thunë s'diti dallojmë më, po organizuam në për parti të ndryshme, kupton? Kjo është gjithë realiteti dhe kemi qenë të favor të drejtësisë, edhe urojmë edhe kemi shpresë nga gjithë kjo histori, ndoshta, ky zullumi politik shqiptar do pastrohet pak, ta thash për te i krave. Të shikojmë, kemi pa shenja të mira deri tani, janë disa hapa që s'janë marrë deri dje. Uroj dhe shpresoj që komuniteti ndërkombëtar të japin mbështetjen, sepse jo një grush prokurorësh vetëm luftë me të gjithë palët nuk mund t'ja dalë dot. Prandaj them që uroj që të kenë edhe mbështetjen e komunitetit dhe të opinionit, simpatinë popullore, si që në fakt e kam pas deri tani. Ky është gjykimi im, pastaj ta thash mos bëhemi as ekspert drejtësie, se kush ka drejtën, se nuk është puna jonë, më vjen keq për disa kolegë që zbresin detaje, sigur i dinë, sigur e pa. Ndonjëherë s'ka marrë kurajën, domethënë të hyjnë këtë fushë se nuk është e imja. Ky gjykimi politik është ky që po themi tani. Në këtë dua të qëndrojmë, por ka qenë çështje që ka shkaktuar reagime në fakt, edhe në kuadër të kësaj çështjeje ka nisur disa protesta edhe forcat e vogla opozitare, por gjithashtu edhe Partia Demokratike. Si rrjedhoi edhe gjatë ditës sotme në parlament ka patur ndonjë skene, po themi një lloj kaosi të krijuar. Jeni parlamentar i vjetër dhe e njihni sigurisht dhe jetën e parlamentit. Si do ta komentonit këtë kaos e krijuar sot në parlament? Shiko, unë gjykoj që ajo qorma që kanë bërë sot ato kolegët opozitarë, ose jo domosdoshme që s'është nevojshme. Edhe nuk është se i bën as në nder madh as. Plus është një skenë e përsëritur kaq shumë herë sa që nuk bën as efektin realisht dramatik që duhet bëj, po themi. Se bën, sepse e ke konsumuar më këtë. Punë me karrike, me flaka dane, me këtu. Vetëm herën tjetër e kemi bërë ku e diu. Një 20 herë. Që nuk ja sugjeroj, në datshme ditën këtë.
Unë mendoj që opozita sigurisht ka gjithë drejta, duhet dalje të protestoj kundër korrupsionit e kësaj që po ndodh, sepse në fakt nuk është se do gjithë botën.